Presidenti i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolaj, gjatë Kongresit të 4 të Federatës së Sindikatave të Administratës Publike dhe Shërbimit Civil, u shpreh se administrata publike është nën presion të vazhdueshëm nga politika për zbatimin e reformave në kuadër të procesit për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky kongres nuk është thjesht një takim statutor, ai zhvillohet në një periudhë kur administrata publike ndodhet në presion të madh nga reformat e vazhdueshme, nga procesi i integrimit evropian, nga digitalizimi apo nga ndërhyrjet politike, pasiguria në punë dhe ndërgjegjësimi i rolit të punonësit publik. Si sindikata, ne nuk pranojmë që punonësit e administratës publike të përdoren si justifikim për dështimet e reformave. Administrata publike duhet të jetë bartës e reformave dhe jo viktimë të tyre. Sekretari i Sindikatës së Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit, Tonin Gjinaj, u shpreh se sindikatat, ndryshe nga partitë politike, duhet të jenë gjithnjë në krah të punonjësve. Jeni më të fortë, më të bashkuar, përshkuar për të dërguar arritet tuaja më përpara. Politika dhe opozita i kanë pak të përzira punën, sindikata dhe Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë e ka të qartë punën e saj, gjithmonë për punonjësit dhe me punonjësit. Në punimet e Kongresit ishin të pranishëm delegat nga të gjitha strukturat e Federatës, përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, institucioneve publike dhe partner social. Kongresi i 4 kishte për qëllim forcimin e rolit të organizimit sindikal, mbrojtjen e interesave të punonjësve të administratës publike.